firmosja një marrëveshje se na duan satelitët për të pa vatrën e parë të zjarrit që të shkojmë dhe të afikim me njerë. Ky mashtrues i pa skrupull, i pa moral. Zjarret dogjen njerëz të gjallë. Dogjen familje, shtëpi si asnjëherë tjetër. Dhe satelitët i verboj korrupsioni. Më dramatike është situata e përmbytjeve. Homemade e bërë nga dora e njeriu. Jo shiu. Shiu nuk ka sjell njeriu. Por problemi është se në ulësirën e Durrësit 2 hidrovorë të fuqishëm që e mbrojnë atë dhe 2 kanalet kryesore që e mbrojnë teritorin e këtij qarku, e kësaj ulësire, ishin jashtë funksioni. Hidrovori Hamallës, patronazhistët i kishin vjedhur 3 pompa të fuqishme, mira litra ujë në sekond. Zhdukur të trija. Vjedh pompat, vjedh motorat. Mirnin rrogat. Dhe paftësisht gjersot asnjëri s'është bërë përgjegjës, por njëri që të kujton njerëzit primitiv me qëllimet e veta, dhe nuk është primitiv, fajson të qytetarët se kanë hedhë letra dhe plastika në kanalet. Ndërkohë, nga taksat e tyre, janë marrë 40 milion euro për pastrimin e kanaleve, për mirëmbajtjen e kanaleve, për mbrojtjen e qytetarëve, por ato kanë përfunduar të gjitha në xhepat e lubive të qeverisë, e banditëve të qeverisë. Hidrovori i Porto Romanos është spostuar në mënyrën më kriminale nga vendi, pika më e ulët që duhet ishte, e kanë zgjedhur në një terren tjetër ku mbi 1,5 metra apo 2 metra më lart, dhe ati nga 9 porta gjysma nuk i funksionojnë fare. Fare. Kështu dhe hidrovorët e tjerë me radhë. Një shtet që figuron vetëm në drogë dhe letër. Në letër. Dhe për të gjitha këto, fajet i pas kanë qytetarët. Njëri primitiv që s'man përgjithësi, nuk është primitiv, është hajdut. Është hajdut i të mërshëm. Dhe ka frikë nga vjedhjet që ka bërë, të gjitha fatkeqësitë që kanë në themel vjedhjet e tyre.